Përshëndetje të nderuar teleshikues, po takohemi sërish në emisionin Shqip-Romisht, na njihni pastaj na paragjykoni. Dikasa me namare emisioniste ti romani qip, em ti gaxhikani qip. Diqe na men sorat e den tumaro angli patja i pe. Shpresojmë dhe dëshirojmë që të jemi së bashku të nderuar teleshikues në minutat e këtij emisioni. Patja valen shunetralen, a ka leqasora ka shunen amaro emisioni romano. Dhe si fillim, pa humbur kohë, po gënjohëm me atë se çfarë do të përmbaj emisioni i sotëm. Seminari me temë zgjedhjet sociale, veprimi kolektiv në Akademinë Rome, mendimi i Afrim Krasniqit, këshilltar në institucionin e presidentit në lidhje me strategjinë Rome, si dhe çelja e kampit veror nga Komiteti Shqiptar për të drejtat e njeriut, do të jenë disa nga materialet informuese të emisionit, dhe në mbyllje si zakonisht do të jetë rubrika të njohim gjuhën Rome. Shikim të këndshëm. A ka leqasora ka avasamen, so ka dikas amare emisioniste. Ka diqeni Akademia Politike e Studentenji, ka shunen e Sherutnes o Afrim Krasniqi ka e vaqeredaj strategjiaqe. Ka diqen o kidipe e minoritetengo to purano gavo skopoja. Em to pandipe ka diqen i rubrika te avasamen e romanet shibasar. Sar vaqerena e frutenje. Në Tiranë për disa ditë është mbajtur seminari me temë Akademia Politike e Rome dhe zgjedhja sociale e veprimit kolektiv. Në këtë seminar të organizuar nga Fondacioni Soros morën pjesë dhe të rinj nga minoriteti rom i Korçës. Le të ndjekim materialin. Në kryeqytetin e vendit Tiranë, në ambientet e Fondacioni Soros, është zhvilluar një seminar trajnues në siglën Akademia Politike e Rome me pjesëmarrjen e 30 studentëve, të cilët u përzgjodhen midis 100 aplikantëve pas intervistës së kryer. Pjesëmarrësit janë studentë nga disa qytete të Shqipërisë dhe i përkasin minoritetit rom dhe atij egjiptian. Akademia Politike e Rome do të zgjasë për 16 javë dhe të rinj do të marrin leksione rreth politikës. Drejtuesit e Akademisë Politike e Rome kanë ndarë programin në 2 faza, të cilat përbëjnë tema teorike dhe praktike. Në fund studentët do të kenë dhe takime me politikanë dhe qeveritarë shqiptarë, si dhe do të ndjekin mbledhjet e Këshillit Bashkiak apo komunal. Në këtë akademi do të referojnë më shumë se 10 profesorë, të cilët do të japin leksione për studentët rom me qëllim që edhe ata të bëhen pjesë të politikës shqiptare. Tibaridis antin Tiran undido seminari i Akademia e Ternengjiti Politika Social në ti Albania, ka i sine prezento 2 terne studente a Katari Korça, o kovaki di pej qerdasla o Fondacioni Soros, diqen soan edha amari grupa. Andi Baridis Tirani të Fondacioni Soros undilo o baroki dibe, sare o studentja ka ti Albania, a ka leki di pejste i sine shel studentja ka qerde aplikacija ti Akademia Politikaci. Kato studentja rom e egjiptian, akale akademiate, niklistile sa më 30 studentja, sari Katari Albania. Sarpolla qej qerena trajnimja, kato bare sherutne profesoria doktoria, sa me romengje ti Albania. A kja Akademia Politike romengje, ka gjallë dëshushov kuqej ka jo studentja roma, ka len leksionia politikace. O profesoria e akademiace, qude ka jo trajningo te ovel duje fazende ka te qeren teoria e mi praktika. Kanë ka biteren ka qeren i likidibe e politikanencar ka istaleto parlamentit i Albania. Em akale studentja ka qeren një kshukar monitorimi të diza em të komunet i Albania. Akale deshushove kurqenje ka den leksionia po but ka ta rodesh profesoria akale akademiace romani politika të terne. Gjatë fillimit të viteve 2000 dhe në vazhdim është folur shumë për strategjinë Rome, madje edhe kjo dekadë është quajtur dekada e Romëve. Për më gjerë, le të ndjekim prononcimin e këshilltarit të institucionit të presidentit Afrim Krasniqi në lidhje me strategjinë Rome. Institucioni presidentit sa e mbështet minoritetin rom në jetën sociale, kulturore dhe ekonomike të vendit? Në fakt, institucioni presidentit është një nga institucionet kushtetuese, do thotë i natyrës kushtetuese dhe i parimeve kushtetuese, dhe është një nga përgjegjësitë e tij kryesore që të jetë garant për mbrojtjen e drejtave të gjithë qytetarëve shqiptar, përfshirë dhe Komitetin Rom. Në rastin konkret, ne kemi pasur disa raste për ta shprehur në mënyrë publike këtë lloj interesimi, qoftë përmes takimeve drejt për drejta, qoftë përmes komunikimit zyrtar për problematikën e tyre, qoftë përmes marrjes informacionit nga institucionet përkatëse për sa herë që ka qenë nevojshme, sa herë që kanë dalur probleme publike në lidhje me shqetësimet e tyre, qoftë edhe përmes kompetencës direkte të Presidentit të Republikës për nderuar figura të njohura të kulturës, të arsimit e tjerë që vijnë nga ky komunitet. Si është parashikuar të zbatojë strategjia Rome në Shqipëri? Problemi kryesor që ne kemi pasur dhe vazhdojmë të kemi është diferenca e madhe midis atyre që quhen parime të shkruara me jetën reale. Do të thotë Shqipëria bën pjesë në atë grup shtetesh që ka respektuar të gjitha detyrimet ndërkombëtare për miratimin e konventave dhe dokumentave zyrtare që lidhen me drejtat e komuniteteve, përfshirë Komitetin Rom.
problem gjen zbatimi i tyre, dhe zbatimi i tyre përfshin një numër të madh institucionesh, sidomos institucione ekzekutive dhe pushtetin vendor në Shqipëri. Mendoj që janë bërë disa progrese të shënuara në këtë pikë, por gjithsesi ka ende shumë për të bërë dhe sidomos në atë që quhet integrim natyral dhe problematikës së këtij komuniteti dhe sidomos të brezit të ri të këtij komuniteti për ta bërë atë të ndihet sa më i përfaqësuar, zë i dëgjueshëm dhe i barabartë me gjithë problematikën që shqetëson shoqërinë shqiptare dhe nivelin e përfaqësimit të saj. Në këtë pikë dhe në trajtimin që quhet, po themi, social, me kujdes më të madh shëndetësor, për kraje më të madhe ekonomike, shanse më mëdha për punësim dhe për respektim në administratën publike, mendoj që ka shumë për të bërë, por që i përket përsëri dy pushteteve bazë, pushteti qendror që është pushteti ekzekutiv dhe pushteti lokal që përfaqësohet nga grupet ndryshme politike. Një nga problemet, siç ditë, është dhe mungesa e frekuentimit të arsimimit nga minoriteti rom. Si mendoni se mund të realizohet minimizimi i këtij fenomeni? Kjo lidhet me dy faktorë. Së pari është përgjegjësia zyrtare e Ministrisë së Arsimit, organeve përkatëse zyrtare dhe pushtetit vendor për të ndërgjegjësuar dhe për zbatuar atë që është shkruar në legjislacion, detyrimi që çdo i ri në Shqipëri, çdo fëmijë në Shqipëri, i papërgjegjshëm për të marrë vendime për fatin e tij për shkak moshës, të jetë pjesë e sistemit arsimor, siç detyrohet edhe nga kushtetuta dhe nga ligji. Dhe nga ana tjetër është detyrimi i organizmave ndërkombëtar të cilët operojnë në Shqipëri dhe kanë marrë angazhime publike për ta mbështetur me projekte për bërë akoma më shumë në këtë drejtim. Mendoj që është një tregus i asaj çfarë quhet niveli i ndërgjegjësimit i kulturës qytetare në Shqipëri dhe është një nga gabimet kryesore të bëra gjatë tranzicionit, ku përpjekja për të kapur ritmet në fushat e tjera na ka lënë pas në pika të tilla që janë themelore për një demokraci cilësore në Shqipëri, siç është edukimi i brezit të ri. Ne nuk mund kërkojmë dhe të pretendojmë punësim të suksesshëm dhe integrim të suksesshëm në Shqipëri nëse ne nuk investojmë tek brezi i ri i komunitetit rom. Dhe në këtë pikë mendoj që do duhet bëhet akoma më shumë dhe është përgjegjësi kryesore këtyre institucioneve për bërë gjëra konkrete në këtë pikë. Çfarë lehtësirash do të kenë nëse të rinjtë e minoritetit rom do të arsimohen? Lehtësirat janë dha. Lehtësirat lidhen jo vetëm me integrimin normal, por ideja është mos paragjykimin për atë çfarë përfaqësojnë secili nga komunitetet. Kur ne themi kemi mos diskriminim zyrtar në Shqipëri, do duhet ta realizojmë atë gjendjen praktike. Nëse ne i garantojmë të rinjve, po themi, dhe fëmijëve mundësi më të mira për shkollim për shkak, po themi, disa aseteve publike siç janë librat falas, mundësitë e kompensimit financiar apo bursa në universitetet ndryshme publike apo private, do duhet ta shoqërojmë këtë edhe me hapin tjetër, me punësimin e tyre në administratë, me punësimin e tyre barabartë dhe me mundësinë që ata të kenë shans në vendimmarrje. Nëse ne do arrijmë ta bëjmë të gjë, praktikisht kemi, po themi, një sukses që në të ardhmen të kemi një garantim real dhe integrim real të komunitetit rom në Shqipëri. Deri tani është bërë shumë pak, është bërë vetëm në një qytet të caktuar dhe nivele të caktuara, por mendoj që një rol të madh në këtë pikë nuk kanë vetëm thjesht institucionet zyrtare, por kanë edhe vetë komuniteti përmes përfaqësuesve të tyre që të jenë më aktiv, më të bashkuar, më solidar dhe më kërkues ndaj partive politike, ndaj aktorëve elektorale dhe ndaj institucioneve, në mënyrë që problematika atyre të mos përmendet vetëm sa herë ndodhen incidente, po të jetë problematike përditshme dhe agjendës përditshme të këtyre institucioneve. Si e shihni ju të ardhmen e minoritetit rom? Mendoj që Shqipëria futen në ato vende që ka pasur probleme, po themi, gjatë tranzicionit, por që janë të i kaluar dhe nuk ka pasur probleme në çështjet e diskriminimit publik ndaj komuniteteve të caktuara. Ky është një fat i madh, por është një aset që duhet të ruajtur, nuk është i përjetshëm, por duhet kultivuar dhe të kthyer në edukat. Dhe unë mendoj që Shqipëria në këtë pikë ka dhe mund të bëjë akoma më shumë. Mund të bëjë akoma më shumë nëse arrin një standard demokracie përfaqësues që përfaqësojë edhe këtë komunitet, të kemi përfaqësues në nivelin lokal dhe të kemi përfaqësues në nivelin politik qendror, por edhe duke krijuar agjenci të cilat nxisin dhe përkrajnë me projekte të ndryshme konkrete, projekte integruese tek këtij komuniteti dhe nga ana tjetër që bëjnë të lloj integrimi real dhe praktik, do thotë të prekshëm dhe të natyrshëm. Do të vijë një ditë kur Shqipëria do ta bëjë këtë gjë dhe ai ditë nuk mendoj që do jetë larg, do jetë dita kur Shqipëria do pretendojë realisht të antarësohet në Bashkimin Evropian, sepse është një nga kriteret kryesore të antarësimit. Dhe partitë politike, aktorët politikë që tani për tani e kanë lënë këtë me një anë dhe nuk e kanë prioritet, mendoj që gabojnë, sepse ky do jetë vetëm një detyrim, por do jetë interes i tyre publik. Praktika zëdhe e kaluar kur ky komunitet u përdor për fushat elektorale duke i prerë shumë premtime, dhe duke pasur pak rezultate, duhet jetë një mësim i dyantshëm i partive dhe i vetë komunitetit rom. I partive që nuk mbajtën premtime dhe për dhënë llogari dhe për të treguar shumë të përmbajtur kur kërkojnë votën në zgjedhjet e radhës, dhe i aktorëve kryesor komunitetit për që në këmbgulës në zgjedhjet e ardhshme për pasur një kontratë sociale të dukshme me problematika që të respektohet nga pala fituese dhe pala opozitare në parlament.
Cili do të ishte mesazhi që do përsillni ju për minoritetin rom? Ne jetojmë gjithë një shoqëri sot globale, por unë mendoj që gjithë ne, kudo që ndodhemi, sidomos në territorin e një shteti si ndodhet Shqipëria, jemi të barabartë dhe meritojnë të gjithë respektin e duhur dhe gjithë vëmendjen e duhur shoqërore për gjithçka çfarë ata përfaqësojnë, për intelektin e tyre, për drejtat e tyre, për dhuratën që ka bërë Zoti duke i sjellë qytetarën në këtë botë dhe për gjithçka që përfaqësojnë si familje, si individ dhe si komunitet. Ata meritojnë të gjithë hapësirën e nevojshme dhe është detyrimi ynë, jo për qenë tolerant, por për qenë tolerant me veten tonë dhe për qenë, po themi, në respekt të plot në ligjin dhe me frymën e kushtetues për të krijuar hapësirën kujdo të ndihet i barabartë një familje të përbashkët. Ne jemi pjesë e një familje, pavarësisht dallimeve të vogla politike ose dallime që na vijnë për shkak nivelit ekonomik dhe problematikës së tranzicionit, ne kemi detyrim dhe jemi të destinuar për të jetuar së bashku në këtë vend dhe secili prej nesh duhet të ecë me të njëjtin ritëm, me të njëjtin natyrë tolerante, me të njëjtin natyrë jo paragjykuese dhe me të njëjtin natyrë respektuese për gjithçka që përfaqësojnë sidomos për ato dhe komunitetit dhe atë cilësi të brezit të rit, komunitetit të rom, e cila përfaqëson diçka ndryshe, përfaqëson një elitë të re mendimtare dhe një elitë të re kulturore të këtij komuniteti, e cila pasuron tërësisht edhe mozaikun kulturor dhe politik në vend. Dato 2000 bresh vaqerdilo bute strategjiaqe romandikani Albania. Amen le dha mjek intervista Kataro Sherutno, ka instalo këshilltari e presidentesko ti Albania o Arfrim Krasniqi, vaqere dha strategjiaqe romani. O institucioni e presidentesko ti Albania i sila zëmi ka të ledhpes e minoritetenje ka i ili e romen të ovelen 25 orajpe. Orajpeti Albania jazdi strategjia e romenje em acili jazmishi samotolidha. Gjika këna, orajpeti Albania na qërdas asik implementimi e strategjia që romandikani. Amar orajpeti Albania, majla pes të qerel po butbuti kaj o minoriteti romandikano të gjirel të integracja. O terne roman na gjan ati shkolla socialen i silen problemja socialno-ekonomike. Emi Ministria e Siklarimiasi na qërdas butbuti e romenje. Ema organizate ka isi samo e romenje na qërde shukar butja, o le samo ka lena projektja em na qerena buti e romenje. Orajpeti Albania na samo të del burse e studentegje, po kanë ka biteren pe studimja o studentja Roma, orajpeti e quellen to institucionja ka të qeren buti konkreto e romandiace ti Albania. Ka velik dive ka i orajpe ka mangjel të qerel buti to minoriteti Rom, sosja kal mangjela i Evropa ka jo minoriteti Rom, të gjallë të integracja sarova vera minoritetia ka i staleti Evropa. Amaro rajpeti Albania mangjola pes ka je minoriteten të diqel po shukar lengo dyzlëqi. Sa makal, amen e makova minoriteti ka gjast integracja sarova vera minoritetia ka i siti Evropa. Në qendrën historike voskopoi grupi shqiptarit të drejtave njeriut, organizoi një seminar disa ditor për të mbrojtjen e të drejtave të minoriteteve në Shqipëri. Le të ndjekim materiali. Për herë të parë janë mbledhur në një shkollë verore në Hotel Akademia në Voskopoj drejtues të minoriteteve që jetojnë në vendin tonë, serb, malazez, bosnjak, grek, rom, egjiptian e të tjerë. Ata për 5 ditë rresht ndoqën leksione nga personalitetet shqiptar dhe të huaj dhe diskutuan si të punojnë për të luftuar diskriminimin. Ndërsa drejtoria ekzekutive e grupit shqiptar për të drejtat e njeriut, Elsa Ballauri, duke nënvizuar qëllimin e shkollës verore me drejtues të shoqatave të minoriteteve, nënvizoi se luftën për integrim dhe emancipim të minoriteteve në shoqëri duhet ta drejtojnë vetë aktivistët e minoriteteve. Ne kemi quajtur Akademia e Drejtave të Njeriut, është viti i parë që bëhet, është një bashkëpunim me UNDF-in, me UN Democracy Fund, që është në Amerikë, është një nga qëllimet tona të vjetra për të bashkëpunuar me minoritetet, për të punuar konkretisht në lidhje me të drejtat e tyre, për të quar zërin ton më shumë edhe më mirë në instancat qeveritare, në mënyrë që çështja e tyre të zgjidhet. Lufta kundër diskriminimit në 22 vitet e fundit i ka ofruar drejtuesit e minoriteteve. Ata kanë përfituar nga përvoja njëri tjetrit. Në ditët e kësaj shkolle verore është hedhur ideja e krijimit të një rjeti koordinues për të gjitha minoritetet e vendit tonë, për të punuar së bashku më fort dhe me objektiva konkrete për të arritur integrimin e minoriteteve në shoqërinë shqiptare. Anto Puranogav, Voskopoja, undidhojek baroki tipe sarë katar o minoritetetja ti Albania. I organizator kaj sine i Sherutni Elsa Ballauri, kaj qerela buti to kurtaripe te Manushengo.
To purano gavtivoskopoja undidojek seminari kataro minoritетja ka istaleti Albania, sar Serbia, Malizi, Macedonia, Grecia, Roma, Çobania e Egjiptiania. Okova seminari sine sartoven po pashe o minoritetjat i Albania. Te Niklodhik shukar thami, kajtovel po shukar to kurtaripe te minoritetengo ti Albania. Amari sherutni ka istali to kurtaripe te Manushengo i Elsa Balauri, a kale kedi mjaste, manglas ka jo minoritetjat i Albania, te oven po qedmishi, kaj te roden po dyzlyqi, kaj ushtadovela 4 ora i pe. I sherut një Elsa Balauri, ka mangjel 4 ora i pe, je kshukar thami, sa mo e minoritetengje ti Albania. Dhe pas kësaj kronike sociale, le të njihemi me disa prej frutave në gjuhën rome. Te shunas sarvaqerena e frutengje ti romanit qip. Si u thonë frutave në gjuhën rome? Sarvaqerdovela e frutengje ti romanit qip. Molla, I phabaj, kumbulla, I qilafin, ftoi, I ajva, pjeshka, I praska, kajsia, I kajsia, qershia, I qirasin, dardha. I ambrol. Dhe kështu minut pas minute kemi mbritur në fund të emisionit, na njihni pastaj na paragjykoni. Hanik po hanik kalam to phandipe amare emisioneste ti romanit qip em ti kajikani qip. Di që na men sorat e den tumaro anglipatje pe. Shukar di kipe to vavera emisionja ti romanit qip. Ju kujtem që këtë emision mund ta ndiqni edhe në faqen tonë të internetit www.desutnialbania.webs.com. Bashkë, miru takofshim në emisionet tjera. Hanik po hanik kalam to phandipe amare emisioneste ti romanit qip em ti kajikani qip. Shukar di kipe to vavera emisionja ti romanit qip.